Ha Petrit. I do gjatë gjithë. Atëherë të përpiqemi të çajmë rrethimin. Dikush nga ne duhet mbaj peshë të zjarrit. Ajo më takon mua. Gramos. Lajmani mua këtë detyrë. Urdhën nuk diskutohet. Nisur. Gramos. Mos u shqetëso për mua. Vetëm pakuj. Petrit. Në rast se dorësoheni, autoritetet italiane do t'ju farin jetën. Komunistët nuk dorëzohen.
Zotri, mund të na ndihmoni pak të shtyp motorin? Kjo është e tëra. Kishe udhëzim për të rëmbyer letrën. Ç'të shtyri të ndërmarrësh këtë aksion? Shokët e teknikës ankoheshin për mungesë letre. Si është porosia e qarkorit? Të mos kryejmë asgjë pa dijenin dhe aprovimin e tij. Kurse ti, Shoku që kanë. çfarë shoku që kanë? Duhet ta kesh qartë se askujt nuk i lejo të shkel disiplinën e partisë. Nuk është e para herë që Agroni bën një gabim të tillë. Unë mendoj që ai të mos marrë pjesë në aksionin që qarkori ka ngarkuar njësitit tonë. Shoku që kanë. Propozimi im hidhet në votë. Ju pyeta shok. Kush është pra? Dorëzoja 10 shëngjërgjit. Agron, po ti s'pasë ngërën fare? S'të pëlqen më gjellët e mia, apo... Më falën e dritës. Por sot s'para ndje vetën mirë. Mos je i smur? Thuj nënës, çfarë të shqetëson? As vetë nuk di si ta shpjegoj. Të bëj një kafe? Faleminderit. S'më pihet. Nuk është e para herë që Agroni bën një gabim të tillë. Unë mendoj që ai të mos marrë pjesë në aksionin që qarkori ka ngarkuar njësitit tonë.
Dorëzoja 10 qëngjesit. Urdhëro. Kam sjell diçka që me siguri do të pëlqej. Të faleminderit. Të pash. Është e kotë. Po të shikoj një herë se nuk të myt. Më thuaj, si të rënë dorë kë? Të faleminderit. Shumë të faleminderit. Jo mua. Shokve, atyre u përket falënderimi. Prandaj duhet mos i tërprosh me. Do të mundohem. Për shëndetin tuaj, zoti kolonel. Për dekoratën e lartë me të cilën ju ndëroi Roma. Për trimërinë e rrallë që ju karakterizën. Lartë me lartë, zoti kolonel. Zotëri, i ndodhur me smiq kaq të nderuar, i rrethuar nga një atmosferë kaq e ngrohtë dhe përzemërt, kalova në mes tuaj disa qaste nga më emocionante, që e shtuan akoma më tepër kënaqësinë dhe krenarin time për dekoratën e lartë me të cilën më nderoi Roma. E ndjej për detyrë që para se të largohem, t'ju shpreh edhe një herë mirënjohjen dhe falënderimet e mia më të nxehta. E po tani, zotri, mua dhe deputetin ju lutem të na falni. ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? De amor en el lecho de tu reja, de amor escucho la triste queja, de amor. Oh, nderimet e mia, signor Berlotti. Gëzohem që ju shoh, zoti kolonel. Urime edhe për dekoratën. Ju falemderit. Urime, zoti kolonel. Ju falemderit, Togar. Dëshironi të pim në sën? Do rrinje me kënaqësi, por më presin.
Zoti Markalleshi? Po. Çfarë dëshironi? Urdhëroni. Në emër të Mos luani! Atentat në qendër të qytetit. Kjo është e pabesueshme. Komunistët edhe këtë herë nuk kanë harruar të lënë kartë vizitën e tyre. Zoti Berlotti, nuk dua t'ju fyej, por jam i detyruar t'ju them se Roma që ju dërgoj këtu, si një ndër ekspertet e saj më të mirë të simit, priste shumë më tepër nga ju. Ekscelencë, ju e dini, unë kam bërë gjithçka. Në postin që ju është besuar, kërkohen vepra. Dua që brenda një kohë të shkurtër të kapet dhe të nënshkohet atentatori i Markalleshit. Të zbulohen dhe të arrestohen të gjithë ata që fshihen prapa këtyre shënimeve enigmatike. Ekscelencë, unë pikërisht desha t'ju them se e kam gjetur fillin i cili shpresoj se të na çojë drejt zgjidhjes së këtij lëmshi të ngatruar. Ashtu? Mund të më thoni diçka më të hollësishme lidhur me këtë? Si urdhërën. Në zyrat e Sastebit, komunistat her pas here hidhnin trakte. Me të më sinjalizuar për këtë, mora të gjitha masat për zbolimin e fajtorit. Kjo është e tëra. Nuk më thatë, zoti Berlotti, diçka rreth origjinës personit tek i cili po më mbështesni shpresat tuaja. Sa po ka dal nga bankët e shkollës. I jati pronari një punishte çarapësh, falimentoj që mujt e para kur vërshuan mallat tona në Shqipëri. Ndofta këtu e ka zanafillin edhe urrejtja ati kundër nesh. Ju mendoni se ai mban një post drejtojës në lëvizjen komuniste? Këtë nuk mund t'ju garantoj. Vetëm për një gjë jam i sigurt, se Lodoviku është i komplikuar me komunistët. Dhe kjo mjafton për të bërë pikë mbështetje në operacionin ton, bolla e zezë. Vërtet, besnik. A ndëron ndonjëherë qysh do t'jetë e ardhme jon? Oj të ndërruar, A mund të thuash si e përfituron atë? unë si jam poet. Por megjithatë, mendoj se ajo do jetë e bukur. Shumë e bukur. Edhe unë ashtu e përfityroj. Ludovik! Mimbrama, ç'bëre për makinën e shkrimit? Pas asaj që ndodhi në shpërndarjen e fundit të trakteve, Çfarë?
Ndruhesh? As vet nuk di si ta shpjegoj. Sidoqoftë unë mendoj që rrëmbimi i saj mund të shtyhet për më vonë. Mirë. Vepro si duket me arsyeshme. Natën e mirë. Natën e mirë. Cili është ai? Ludoviku, një aktivist im. E kisha ngarkuar që të rëmbente makinë e shkrimit në zyrën ku punon. Përmes asho, trembet. E të shpret nga ai. Djalë mamakoje. Dëgjoni shok. Pas 2 ditë të luftimesh të përgjakshme, fashistëve u ardhen përforcime të mëdha. Topa, tanksa dhe 2 aeroplana gjujtës. Tani ata ishin sigurt për asgjasimin e plot qetës. Por brej partizanëve të rima u arreshtuan qindra fshatar. Atëherë beteja u ndez dhe na rrept. Çdo kaqub, shkem e sop u kthyen në një pozicion vdekje prurës për armikun. Edhe nga Peza, Mallakastra e Dumreja, informatat janë shumë të mira. Qeta tona po japin armikut kudo grushtet dërmonjës. Tek e fashizmit. Liri i popullit. Me sa duket besniku ka vendosur që të bëhet diplomat. Vjen gjithmonë 2 minuta para se të fillojë mbledhja. Jo shoku që kanë. Ai sapo më tha se ka qef të bëhet mjek. Mjek? Nuk është profesion i keq. Se mos ta bëhet si doktori famshëm i Çajubit. Avami dhe mishja si ka. Sidoqoftë, hoq, si e xhexha yt që po patardis dynjan me nuska nuk bëhemon. Hajde ma. Shtoni. Fillojmë? Fillojmë. Shok. Sot duhet të përcaktojmë përfundimisht dhe në mënyrë të hollësishme të gjitha detajet e aksionit që qarkori i partisë i besoi njësitit tonë. Gino. Asgjë më rëndësi, signor sottotenente. Po jo maqina ti, ç'është? Më raportuan se kam mbetur atje që në mbrëmje. Me sa duket të shprishur.
Agron, kujdes. Alo? Si urnone. Njoftoni ekselencën, ju lutem, se në moment do t'jem aty. Toger, për çdo të papritun, ndodhem tek ekselenca. Avanti. E dini pse u kam thirrur këtu me kaq urgjencë? Si urdhëroni ekselencë. Ti raportoj lidhur me... Kam mësuar të gjitha dhe pa me raportuar ju. Komunistët grabitën depon e armëve të garnizonit Lupo di Toskana. Ata me gjak ftohtësinë më të madhe arritën ta hedhin erë gjithë depon. E dini çfarë do të thotë kjo për mua? Për ju, për tërë imperatorin ton, diskreditim. Po, diskreditim i plot para syve të mbar popullit. Demon, mos harroni se ju mbani një emër shumë të madh. Emër i cili e ngriti lavdin tuaj gjerë në sferat më të larta të Romës, kurse këtu po ju njek disfat pas disfate. Falni, ekselencë, por në qoftë se një garnizon i tërë nuk është në gjendje të mproj as depon e tij të armëvet, më duket se faji nuk ranon me mua. Natyrisht, ata janë treguar idiot pa shembull. Në ana tjetër, ju nuk do të mohoni se arrestimi i banditëve, asgjësimi i plot i qerdhëve komuniste është një detyrë të cilën e keni marrë përsipër ju. Me qëra fjala, që bëhet me atë operacionin tuaj të famshëm bolla e zez, tek i cili kishit mbështetur shpresat tuaja? E kam përpunuar me detajet më të hollësishme. Edhe? Shanset janë të mëdha. I thuaj studentit se të gjitha këto duhen shpërndar urgjent.
Nesër mbar populli duhet mësoj për humbjet katastrofale që qetat tona i shkakton forcave fashiste. Ndërsa Kovacit i thuhet të mos më pres. Së bashku me ndihmat që kam mbledhur rinia e lagjes tij, të niset sa më shpejt tek mulliri. Vdekja fashizmit. Liri popullit. Ty po të rëkoja. Pse? Urdhëromet. Jepja ndër komandantit. Te mullirit pret studenti së bashku me një grup të rish, të cilët do t'i përsjellësh në qetë. Hedrita, gati? Ja edhe pak. Met, atë plaçkën që ke mena në thes ta ke shumë kujdes, ha? Ashtë radio transmetuse. Tani që forcat tona poshtohen dita ditës, ka nevojë edhe për mjetet tilla. Hägaren, që kemi? Shoku që kanë. Erdha të këshilloj me ju për një veprim të nxituar që kemi bërë. Çfarë? Në bazën e vjetër strehuam pa djenjën tuaj një shok. Si është e mundur? Ç'është ky? Në një nga aktivistët e tu? Jo. Atëherë me sa në në strehuat? Është njëri nga 4 shokët që u përshkatuan mbrëm.
Skuadra, gati për zjarr! Të rroj partia! Zjarr! Si do qoftë, s'keni vepruar mirë. Gjbet tani me te. Presim udhëzimet tuaja shoku që kanë. Ai ka nevojë të mjekohet. Mirë. Lajmërojeni doktorin. Përderisa të marrim dhënat e duhura, le të qëndroj aty. Por kujdes, kupton? Po sikur të informohemi tek shokët e burgut. Ata duen pyetur patjetër. Dhe mendimi i tyre është vendimtar. Po mua më intereson të marr informata edhe nga një bërim tjetër. Që dëshironi ju lutem? Dopjo kumel dhe një diamant. Si urdhëron. Çudi. Çfarë? Sipas kësaj informate rezulton me të vërtet
Se dikush nga shokët që u po shkatun është arratisur. Atëhere, si shpjegohet që celula e burgut nuk ka djeni për këta? Ndoshta ata nuk kanë patur mundësi që ta marrin vesh kaq shpejt. Sidoqoftë, duhet jemi shumë të kujdesshëm. Aha, Ilir. Përsëri harove të përshëndesish. Vdekje fashizmit. Liri i popullit. Eja. Më thuj, me se do në mburre sot pionjeri Ilir Stafa? Sote, në dërasën e zit, shkrova me shkronat të mëdha. V, F, L, P. Bravo, po tjetër? Tjetëre, ama te bëra me shokun tim kujtimin. S'ka që, ma thuj edhe këte. Kujtimi? Hoqi portretin e duqës nga muri i klasës. Unë zuna një qenë dhe ja lidha portretin dhe bishti. Qeni i frikësuar nga zhuma që i bënte korniza, rente rrugic. Ndërsa koka e duqës përplasin në përkaldrëme. Rapa. Tlumt. Tani me të vërtet e meriton që të mësoj dhe një këngë të bukur. Po unë tani do të shkoj tek Nandaja. Atëhere me përpara shko atje. Mirë, do të fluturesi sot që të kthejmë sa më shpejt për këngën. Ilir. Para se të nisesh, e më raportosi partizan. Po! Shoku komandant, ju njoftoj se po nisem me shërbim tek Nandaja. Qetso. Shoku partizani vogël. Rrugës për anej do të më krysh edhe një shërbim. Çfarë? Do ta hedhish këtë letër në kutinë e postës. Vetëm kujdes se mos ta humbasish, ha? Për këtë mos u shqetëso. Ku po shkon me gazetim? Mos më pengo, po shkoj tek Nandaja. Qapkën. Ç'ke kështu? Jes be uritëri. Asgjë. Një marrje mend që letë. Lajmëroj mjekun? Jo, s'është nevoja. Nuk e di. Cilin kërkon të mashtrosh? E di se përpara kujt ndodhesh, mjafton vetëm një fjalë imja dhe shtukesh pa lënë asnjë gjurmë. Zotri, ju them sinqerisht që nuk di çfarë të flas. Trego shokët me të cilët ke bashkëpunuar. Bazat ku strehohen ata. Unë nuk kam lidhje me asnjëri. Si? S'ke asnjë lidhje? Po këto? Që janë? Po me këte person, që të lidhë? E shikon djalosh, që kemi material të bollshëm për ju, prandaj është e fkohtë të heqni. Signor Berlotti, një letër urgjente për ju.
Ma në fund, 13 e sodhi letrën aq shumë të pritur. Ekselencë, tani do ta shihni se kush është demoni. Tjetër letër prisja. Flisni! Si quhet personi që pat në fotografi? Gjeni! Gjergj Kondi. Oke, shënoni i lutem. Vazhdo. Ç'lidhje kishe me te? Gjergji është komunist. Ai më ka folur për lëvizjen. Dhe ndonjëherë më jepte trakte për t'i shpërndarë. Tjetër. Shoku i Gjergjit është edhe një cigare shitës. Pa hyrë në Mercato. Një farë Zyber. Emri nuk më kujtohet. Tjetër. Tjetër nuk di më. Po Kiqën, atë që shpëtoi nga pushkatimi, ku e strehuat? Ju them sinqerisht që nuk e di. Ndodhemi para një situate tepër serioze. Jeta Gjergjit dhe Berit është në rrezik. Ndërsa teknika nga qasti në qast mund mbjerrin duart e armikut. Duhet vepruar sa më shpejt. Shoku që ka, pedalindën dhe shaptilografin e mathe quëm tek vishët. Po shokët. Si pas porosisë suaj, Berin le lajmërova të hidhet në ilegalitet, kurse drita shkoj të lajmëroj Gjergjin. Po thuaj plak, ku është të birë? Ju thash njerë, mos o mbisni ka unë kotë. A i ku që pak dhirë, dhe nuk thehet me. Qysh nuk thehet? Ku shkoj? Në malë, tek shokët. Kur undam, më puthi me malë dhe më tha, mos u mërzit në noke, së shpejti do kthehemi fitimtar. Dhe jenë shtëri ke keqi. Ne kemi informatat sigurta që e ndodhet tu në qytet. A ere përse më pyes një kotë? Shkoj gje dhe kape vetë. Do të gjejmë. Zajush, Ishte yte do të kushtoj shtërinjt. Jam I sigurt se ti nuk erdhe rasist tu. Andaj mos pandese më mashtron.
Mora vesht se ju kanë lënë plot 40 tetor pa ujë. Më besoni, por kjo s'je as urdhri, as dëshira ime. Urdhroni. Ju falemderit. E di që zotrin fashist janë tepër human. Për këtë më ka folur edhe një nën peziane. Sytë së cilës pan tek shkrumzoheshin tokë me kulmin e shtëpive, edhe kërthinte njom të foshnjeve prej flakëve që i kallët fshatit. Birini drejt. Ç'kërkoni nga unë? Asgjë. Ju thirra vetëm që t'ju kërkoj njesë për gjithë shka ndodhi. Dhe ja ku po them, se nga ky çast jeni e lirë. Po, e lirë. Jashtë ju pret edhe Gjergji, të cilin gjithashtu e liruam. Natyrisht, mos i nëlla ato pak informata që na duheshin. Si, nuk e besoni? Ja, këtu i kam të gjitha. Prej jush, kërkojmë vetëm në një gjë të vogël që ai mund ketë harruar. Zotri, i jepni fund kësaj komedie. Një poshtërsi të tillë mund ta bëjnë vetëm larët tuaj, por jo Gjergji. Komunisti është i gatshëm të sakrifikojë çdo gjë, qoftë edhe jetën. Por idealin e tij të shenjtë nuk e trahton kurrë. Pandeja se dhe me ju do të merresh avesht ashtu si me Gjergjin. Por fatkeqësisht e shoh se do të jemi detyruar të përdor një gjuhë tjetër. Kam zhikun? Atë e zotroni me të vërtet mirë. Por mos harroni se një ditë do t'u armbem nga dora. Atëre, mirë ju. Mjaft! Trego! Cilët janë anëtarët e njësitit? Dhe ku strehojnë ata? He besnik. Gjithçka u krye si mas porosis tuaj, shoku Çekan. Po për nënën e dritës o dhe Gjergjit që pëhet. Jemi kujdesuar të mos mungoj asgjë. Shumë mirë. Po ti keqo, si e njën vetën? Të karën me vileni? Jo. Tani ndjehem mjaft mirë. Jam gati të luftoj krah për krah me shokët. Më pëlqen ky entuziazmi yt. Por ti ke një mision të veçantë për të kryer. Çfarë? Atë do të ishte mirë të na thonje vetë. Nuk ju kuptoj. Asgjë e komplikuar. Edhe voglushit tek ne janë ushtarë të revolucionit. Iliri letrën tënde nuk e dërgojnë post, por të nëndaja, të unë. Tani ti dhe Ludoviku do jep një llogari. Akoma asgjë, ekselencë. Të ri, fare të ri. Por vendosmëria e tyre të mahnit. Si t'ju them, nga djaloshi ishte e pamundur të nxirr një gjë, prandaj e dërguam në burg. Kurse vajzën shpresoj ta thyj. Gaboni rënd, zotëri fashist. U themi ne. Dhe fjala jonë si gjithnjë, edhe kësaj herë do t'jetë ligj. Le të mos harrojmë se në duar tona është fati i jetës të 10 shokëve, të cilët nga qastin qast mund të pushkatohen. Në duar tona është mundi, djersa, sakrifica 100 shokëve të tjerë, të cilët kanë punuar në kushtet më të vështira, për të dal nga ajo skëterë e mallkuar, ku i kanë mbyllur gjelatët fashist.
Më fort, shok. Më fort. Roja po kalon pranë tunelit. Në luftër para, ura, ura, nër barikada proletare, ura, ura, rendin bërgjes me ta shkatroj. Para në luftër para, ura, ura. I madh, i pa shemullt, është morali shokëve të burgosur. 2 herë rradha si ata dështuan. 2 herë përpjekjet e tyre shkuan kot. Por ata nuk u gjujzuan. Me kuraju dhe guxim të ri, me besim në fjalën e partisë, ja filluan nga e para. Dhe ja, pas një pune të madhe vetmohojse, ata përsëri ndodhen në prag të lirisë. Tani gjithçka varet nga ne. Dhe ne këtë besim të madh të qarkorit, që na ngarkoj një aksion kaq të rëndësishëm, duhet ta justifikojmë mas miri. Çnolli në dritat. Defekti përgjithshëm, sinjor tenente. Shok, po ju porosis për herë të fundit. Asnjë zhurmë, asnjë konfuzion. Mos harroni parullën tonë të madhe. Një për të gjithë për një.
Shoku që kanë. Shpejt që është shpejt. Të lumi ju presin partizantë. Një arsenal I tërmjetësh. Që është kanë mundur t'i fusin e burg, të qifa këto. Drejtor, nuk një gjoni? Asu në zdi, qëfar që them? Po qëfar dini atëherë? Zotëri, në hundën tuaj, është bërë tëra e punë kolosale, dhe asë njeri nga ju nuk pikasi gjë? Flisti! Flisti ose për ndryshe, ju pret gjyqi ushtarak? Zotëri, unë kam vëndre diçka, por ndoshta flisni. Në lini vetëm. Flisni, ju lutem. Atë ditë, unë kishe shërbimin. Zerel! Çfarë keni brenda? Asgjë. Po kjo, ç'është? Një pampuj për të ditur lulet e oborit. Urdhri është të mos futet asgjë brenda pa lejen e drejtorit. Zoti kaporal, Të kota fjalët, urdhri është urdhër. Haje, për jashtë. zoti kaporal, pritni, të merremi vesh. Nuk ka përse të merremi vesh. Haje, për jashtë. Ç'është gjithë kjo zhurmë? Zoti Doger, unë nuk mund të lejoj që pa dijenin e drejtorit të futen në burg gjëra të tilla. Gardian, Urdhër. çfarë keni brenda? Asgjë zoti Toker. Po, për të ditur lulet. Gjino, e që keqe mund na vi nga një pompuj. Lërni të kaloj. E kemi porositur vetë për të vaditur lulet. Tjetër rast? Tjetër... nuk di. Mirë. Për sa më treguat, nuk duhet bisedoni me asnjëri. E qartë? Mund të shkoni. Ashtë e mundur. Petro, duhet provuar.
Më thërrisni të gerë Petrën. Të gerë. Falni se u bera të prisni. Urdhëroni. Ju kam thirrur për një çështje tepër sekrete, për të cilën nuk duhet bisedoni me asnjëri. Çka ndodhur, zoti Berloti? Duhet të qëroj sapet me një komunist, për të evituar trazirat në qytet, dhe që gjithçka të kryhet në fshehtësinë më të madhe, për ekzekutimin e tij jeni caktuar ju. Është e qartë. Berloti ka filluar të dyshojë në besnikërinë tënde. Dhe tani ai kërkon prova. Veç se kjo provë është jashtë gjithë mundësive të mia. Po sikur personi që kërkojnë pushkatoj, tjetë me të vërtet shoku ynë. Jo, këtë gjë s'mund ta bëj dot. Situata para cilës ndodhesh është me të vërtetë ndërlikuar. Por unë kam besim se ti me guxim e gjak këtë ofsi do ja dalish man. Pastaj, ti mos harro se për çdo rast do kesh mbështetjen e njësitit. Avanti. tani në fytyrët tënde për idioti, nuk shoh as shqetësimin më të vogël. Por tale, atë të jesh i zotit arruash të gjatë ofsi. E atëherë kur krypin e revolverit, do ta ngresh drejt ballet shoqes tënde. Demon, në tonë se përpiqesh të maskohesh, e ndje vështrimin tënd ndërtonjës.
E di që sytë tu djallësuar studioj me vëmendje çdo grimas që mund të më tradhtoj. Por unë sutem me atyre. Më shqetëson vetëm diçka. Sigur me të vërtet jemi detyruar të qelloj kundër dritës. Jo. Kjo s'duhet të ndodh kur. Vajz, është mundësia fundit që t'jepet. E kupton? E fundit. Ose ti do të tregosh shokët, bazat ku fshin ata. Ose për ndryshe, edhe pse nuk kam shijuar vetëm se fare pak qaste të gëzuara, e dua jetën. Dhe më vjen keq të ndahem prej saj. Por më shënimi herë me ëmbël vdekja se sa troje pashtruar me njollën e rënd të tradhtis. Gjuna, në versën tuaj, kur njeriu thurr ëndrrat më të bukura, ju vjen keq? Duart tuaja janë spërkatur me gjakun e qindra djemve dhe vajzave edhe më trinj se unë. Shprisni, qëlloni, çak pirës të ndyrë. Mjaft! Pushtër! Toger! Shqiptari s'ka frik nga vdekja. Qëllo! Tradhtar! Mos të dridhen duart. Jallë e fundi yt, zoti Toger. Sergio, në rëni. Marsh! Masnoni! Zoti Demon, sa me djallëzurat jenë planet e graska tuja dhe të tëra armiqve tanë, aq më i fuqishëm do të bjerë grushti popullit mi ta.